Faqja na ishte dikur kujton sot në datën e lindjes aktorin e paharruar Marko Bitraku. Me 15 janar të vitit 1951, në lavdar të Oparit, në rrethin e Korçës, lindi një nga emrat më të respektuar të artit skenik shqiptar, Marko Bitraku. Një jetë e lidhur ngushtë me teatrin, filmin dhe përkushtimin ndaj artit, e cila do të linte pas një trashëgimi të vyer për kulturën shqiptare. Që herët, Marko Bitraku shfaqi prirje të veçanta për aktrimin. Pas përfundimit të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve, sot Akademia e Arteve, në vitin 1974, ai nisi rrugtimin e tij si aktor profesionist në teatrin Andon Zako Çajupi të Korçës. Pikërisht në këtë skenë, do të ndërtohej identiteti i tij artistik dhe do të lindnin rolet që do ta bënin të dashur për publikun. Gjatë viteve në teatr, Marko Bitraku interpretoi 10 role, duke dëshmuar një gamë të gjerë emocionesh dhe karakteresh. Ai ishte aktori që dinte të sillte njëherë shforcë, humor, thellësi psikologjike dhe ndjeshmëri njerëzore. Publiku e kujton me shumë respekt për rolin e Beaumarchais në komedinë Berberi i Seviljes, një interpretim plot finesë e temperament, si dhe për rolin e Hajnit në dramën Franku i Pestit të dy rrematit, ku tregoi aftësi të spikatura dramatike. Roli i tij i fundit në teatr, ai i Jovan Bregut në komedinë Jovan Bregu, refugjat të Adelina Balashit, mbetet një dëshmi e dashurisë së tij të pandërprerë për skenën, deri në vitet e fundit të jetës. Por kontributi i Marko Bitrakut nuk u kufizua vetëm në aktrim. Në vitin 2008, ai realizoi edhe regjinë e monodramës Veloja e bardhë të Odise Plakut, duke dëshmuar se kishte jo vetëm talent interpretimi, por edhe vizion artistik dhe ndjeshmëri regjizoriale. Një kapitull i rëndësishëm i jetës së tij ishte edhe kinematografia shqiptare. Në më shumë se 3 dekada karrierë, ai interpretoi mbi 13 role në filma artistik dhe televiziv. Roli i tij i parë ishte në filmin televiziv Flamur në Dallgë në vitin 1977, ku u shfaq menjëherë si një prani e veçantë skenike. Më pas, interpretimet do të pasonin njëra tjetrën. Komandanti i xhandarëve në filmin Mësonjetoria, Selmani në Asgjë nuk harrohet, Rushka në Njerëz në rrym, Samiu në filmin I dashur armik, e shumë të tjerë. Çdo rol ishte i ndryshëm, çdo personazh kishte shpirtin e vet, por në të gjitha ata ndihej dora e një aktori të përkushtuar, serioz dhe të ndershëm me profesionin. Interpretimi i tij i fundit në film ishte në Kronik Provinciale në vitin 2009, duke mbyllur kështu një cikël të gjatë krijimtarie në ekran. Marko Bitraku nuk ishte aktor i buje së madhe, por ishte aktor i vlerës së vërtet, një artist që punoi me përkushtim, që i shërbeu artit me dinjitet dhe që fitoi respektin e kolegëve dhe dashurinë e publikut. Ai ishte nga ata njerëz të skenës që nuk kërkojnë dritën e reflektorëve për veten, por që lën dritë pas me veprën e tyre. Më 8 tetor të vitit 2015, Marko Bitraku u nda nga jeta, por jo nga kujtesa, sepse aktorët e vërtet nuk largohen kurrë plotësisht. Ata vazhdojnë të jetojnë në rolet që kanë luajtur, në emocionit që kanë dhuruar, në duartrokitjet që ende tingëllojnë në mendjen e publikut. Sot, faqja na ishte dikur kujton Marko Bitrakun, jo vetëm një aktor, por një njeri që ja kushtoi jetën artit shqiptar, një emër që meriton respekt, mirënjohje dhe përkujtim, sepse arti i vërtet nuk harrohet dhe as ata që e shërbyen me shpirt. Faqja na ishte dikur e kujton me nderim e respekt.